Po fillojmë me përgatitjen e kësaj recete. Një recetë pak më ndryshe, speca të mbushur me lakër. Po e shikoni që specat ja kam hequr bishtat farat, i kam pastru me ujë edhe i la kështu që të kullohen mirë, derisa të përgatisim edhe lakrën. Për këtë recetë do të përdorim 3 kg lakër ose 2 lakra, sakto këto që po i shikoni, po vazhdojmë edhe lakrat po i ndajmë kështu në pjesë të imta. Gjithmonë kur e përgatisim këtë recetë, është mirë për shembull lakrën me nda kështu me thikë dhe jo me ato mjetet që janë për me përgatit lakrën, sepse bëhet shumë e imët, kurse kjo bëhet tamam si duhet me qenë receta për këtë lloj turshie. Mandej vazhdojmë veç me thikë kështu edhe ndajmë në pjesë të imta. Pra lakra nuk bëhet shumë e imë, por që kur zbutet pak, mandej bëhet ashtu si që duhet të jetë. Po vazhdojmë kështu, po e përgatisim lakrën, edhe siç thash ju nevojiten 3 kg lakër. Lakrën e transferojmë në një enë pak më të thellë. Kështu vazhdojmë edhe me lakrën e dytë. Në të njëjtën mënyrë e përgatisim krejt recetët. Nëse doni me përgatit më shumë, veç masat i dyfishani, shembull 4 lakra, edhe krejt përbërësit e tjerë gjithashtu i dyfishani, kena me i pa pak më vonë. Pasi të përfundojmë me lakrën, vazhdojmë hedhim përbërësit e tjerë. Siç po e shikoni, këtu kemi edhe 3 speca të kuq të ajvarit. Vazhdojmë edhe kësaj recete i shtojmë speca të kuq. Specat e kuq pra i ndajmë kështu duke i prerë, pra në fije të holla, edhe këto i japin një shije shumë të veçantë turshies me lakra. Po e shikoni se sa holl janë prerë. Do me thonë krejt i shtojmë 3 speca të kuq. Mund t'i shtoni edhe më shumë nëse doni, po mjaftojnë kaq sa për t'i dhënë shije turshies me lakër. Vazhdojmë edhe i bojmë bashkë me lakrën. Mandej për këtë recetë na nevojiten edhe 2 qepë mesatare. Pikërisht qepa është edhe ajo që jep shije kësaj lloji të turshie, pra është një recetë pak më ndryshe nga receta e parë që e kemi përgatitur me speca të mbushur, por që ju them se edhe kjo bëhet shumë e mirë. Në qoftë se do e përgatisni kështu si ju them unë, vërtet nuk do të zhgënjeheni asnjëherë. Edhe qepën po e ndajmë im, siç mund ta shikoni këtu, pra 2 qepë. Mandej do t'i bëjmë krejt bashk. Shtojmë edhe qepën. Shtojmë karrota, edhe për këtë recetë do të përdorim dikon 4 deri në 5 karrota, të cilat i kemi kaluar në rende. Gjithashtu do të hedhim biber të zi kokra, një pako, 5 gram biber të zi kokra. Shtojmë tash krypën tek lakra. Në fillim shtojmë 4 lugë të gjellës me kryp, por nëse më vonë kur do ta provoni recetën para se me i mbush specat, e shikoni që ka pak kryp, mund t'i shtoni edhe pak. Shtojmë uthull 6 lugë të gjellës ose paraparsisht më pak se gjys gote të çajit. Edhe asgjë tjetër. Vazhdojmë i përzim krejt me lugë që të përzihen mirë krejt përbërësit për këtë recetë. E mandej lakrën do ta la që të pushoj mirë për 3 orë derisa lakra të filloj edhe ta lshoj pak lëngun. Edhe do të zbutet, por edhe do t'i bie vëllimi pak. E përzim mirë, pastaj e mbuloj me nylon foli, edhe e la kështu për 2-3 orë që të pushoj derisa ne të përgatisim edhe lëngun e kësaj turshie. Tash po vazhdojmë, po e përgatisim lëngun. Edhe për këtë recetë na nevojiten 4 lugë të gjellës të mbushura
plot me kryp. Te kripa do të shtojmë ujë të vluar, 2 litra me ujë të vluar. Lëngun e turshijës e kemi gati, veç e përzim edhe e lam që të ftohet mirë. Derisa lakra të pushoj, edhe uji do të ftohet mjaftueshëm. Pasi që të gjithë përbërësit janë gati, enën apo kavanozat, unë i kam pastru mirë me ujë, edhe ky kavanoz këtu është 2 litër e gjisë, nëse mund ta vreni. E tash po vazhdojmë edhe me përgatitjen e recetës. Lakrën po e shikoni që ka rate poshtë, pra ka pushu mjaftueshëm, tash veç e përzini pak, mundeni edhe me dorë me përzi nëse doni, ose me luk. E mandej do të vazhdojmë edhe do të bëjmë mbushjen e specave. Çfarë është më rëndësi kur e përgatisim këtë recetë? Gjithmonë në një enë do të shtojmë uthull sallate 9%. Tash marrim specat ose sumburkat edhe i kalojmë në uthull. Secilin spec patjetër me kalu në uthull kështu që specat mos na zbuten. Në qoftë se nuk i kaloni, specat mund t'ju zbuten, mandej turshia nuk e ka shijen ashtu siç duam ne, specat nuk ju bojnë kërc, ashtu qysh kena qef ne. Prandaj edhe shumë nga ju më keni shkruajt në komente se pse turshia me lakër po na zbutet, pse po na zbutet. Unë gjithmonë pra ju kam thënë se nëse e përgatisni ju sipas recetës sime, asnjëherë turshia nuk ju zbutet. Pasi kemi kalu në uthull, vazhdojmë edhe bëjmë mbushjen e sumburkave, kështu me gisht i shtypim nga pak edhe derisa të mbushen mirë specat. Nëse do ta përgatisni kështu recetën, unë jam e sigurt që asnjëherë receta nuk ju dështon. Përgatisni kështu, sikur unë do ta pëlqeni recetën, qoftë këtë recetë ose recetën tjetër që e kam përgatitur me lakër, do me thonë ajo është pa speca dhe pa qep, por që ja vlen me provu. Këto bëhen shumë të shijshme, kush ka përgatit vjet, e din shijen edhe sigurisht e din se si bëhen. Kështu vazhdojmë pra, krejt specat i mbushim në këtë mënyrë, e mandej të gjitha do i rendisim në për kavanoz. Po vazhdojmë edhe po i mbushim kavanozat, i renditim specat kështu, ose mund të renditni si të doni ju vetë, nuk është me rëndësi. Me rëndësi është mbushni kavanozin mirë me speca, një recetë e lehtë e turshijës edhe tepër e shishme. E po kështu i mbushim kavanozat mirë me speca. Gjithsej kemi mbushur 2 kavanoza nga 2 litra e gjysë edhe një kavanoz i vogël. Pasi lëngu është ftohur mirë, tash vazhdojmë edhe i mbushim kavanozat me këtë lëng, por gjithashtu do të shtojmë edhe lëngun që e kanë kulluar pra lakra pak më parë. Mbushim kavanozat me lëngun e përgatitur, pra vetëm me ujë edhe kryp. Gjithashtu mund të shtoni edhe lëngun që ka kulluar pra lakra, mund të shtoni, por nëse doni mundet edhe mos me shtu, pra vetëm ai uji do t'ju mjaftoj turshijave, si të doni ju. E mandej krejt në fond, i mbyllim mirë me kapak, do t'i pastrojmë pak kështu këtë pjesën ku do të bëjmë mbylljen e turshijës, edhe tash na nevojiten kapak të ri. Tash po ju tregoj si duhet me mbyll një kavanoz që mos të merr ajër. Kapakun e sillim 3 herë nga njëra anë, nga vetja pra, edhe 1 herë nga ana e kundërt. Kështu kavanozi ju mbyllet mirë. Nëse kapaku është i ri, edhe nuk lëshon ujë, nuk pikon ujë as pak. Pra, do ta mbyllim thash 3 herë, e sjellim nga ana jon, nga vetja, edhe 1 herë nga ana e kundërt.
Kështu do ta vreni që kapaku bie në vendin e vet shumë kollaj. 3 herë, nuk e largoni dorën edhe 1 herë nga kjo ana tjetër. Për ta provuar se është mbyllur mirë ose jo, mundeni me provu me 1 herë, e marrim pra një peshker edhe tash e shkundim mirë turshia, kështu, edhe do ta shikojmë se është mbyllur mirë kapaku ose jo. Nëse kapaku është mbyllur mirë, nuk lëshon ujë as pak, nuk pikon ujë as një pikë. Nëse nuk është mbyllur mirë, mundet uji me 1 herë me i rrjedh. Po e vreni këtu që s'po pikon ujë as pak, kjo do me thonë që kavanozi është mbyllur mirë edhe s'ka problem, turshia nuk na prishet. Por unë gjithmonë këtë lloj të turshies në fillim do ta la në frigorifer, së paku të kaloj edhe ky muaj. Pra muaji tetor e mandej kur do të bëhet më ftoftë do ta la në bodrum në një vend të errët. Nëse keni mundësi me mbajt në frigorifer, do të ishte edhe më mirë. Kjo ishte receta e sotit. Mirëmbëjtje dhe në recetën tjetër të radhës.